Në një atmosferë të mbushur me entuziazëm sportiv dhe energji rinore, u hap zyrtarisht Barca Kamp në Shkup, një kamp 5 ditor futbolli që bashkon mbi 200 fëmijë nga e gjithë Maqedonia e Veriut dhe më gjerë. Ky kamp ofron një përvojë unike sportive, duke u zhvilluar sipas metodologjisë së avancuar të klubit futbollistik Barcelonës. Fëmijët do të kenë mundësi të përmirësojnë aftësitë e tyre teknike dhe taktike, ndërsa njëkohësisht përvetësojnë vlera të rëndësishme si disiplina, respekti dhe puna në ekip. Përurimi i kampit u kurorëzua me pjesëmarrjen e figurave të rëndësishme nga fusha e sportit dhe institucionet shtetërore, përfshirë kryetarin e komunës së Çajirit, zotri Vistar Ganio, zëvend kryeministri për çështje evropiane, zotri Arben Fetai, presidentin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, zotri Masar Omeragic, ambasadori i Mbretërisë së Spanjës në Shkup, Rafael Soriano Ortiz, përfaqësuesin e Barca Academy Global, Mark Masac, organizatorin e kampit zotri Nderem Nexhipi, si dhe legjendën e futbollit maqedonas zotri Gjore Jovanovski. Dëshiroja të jemi shkurt, me të vërtetë ndoshta është hera e parë që e bëjmë këtë organizim, por jam i bindur që ekipi që bën organizimin ka eksperiencë të madhe pasi që në region vetëm një gjë të tillë e ka organizuar dhe kuptohet që tash përvoja e tyre është në anën e tyre dhe jam i bindur që ditët në vijim do të kalojmë çaste dhe momente të këndshme gjithë së bashku. Fëmijëve i dëshiroj shëndet, argëtim dhe të jetë, si thonë, sa më interesant gjitha stërvitjet që do të bëhen këtu me një staf të mrekullueshëm i cili na vjen nga Barcelona. Kështu që me të vërtetë është nder dhe kënaqësi ne që si kryetari i komunës do të thotë ne si komunë që ky organizim bëhet në komunën tonë dhe me siguri se ne do të tentojmë që organizime të tilla të jenë edhe në vitet në vijim. It is a great opportunity for the country. Është një mundësi e shkëlqyeshme për vendin tonë, për ju si fëmijë dhe është një dritare për botën si një burim i shpresës të rinisë tuaj. Si një ish futbolist, e di shumë mirë që sporti nuk një kufi. Sporti dhe futbolli janë ura që lidhen njerëzit dhe ku karakteri juaj formsohet më së miri. За мен е особено задоволство кога на овој стадион кој што е дел од мојот живот. Për mua veçanërisht kënaqësi është të jem në këtë stadion, i cili është pjesë e jetës time, ku kam qenë lojtar dhe të hap zyrtarisht këtë akademi. Jam i bindur që kjo është vetëm fillimi dhe do të ketë vende të tilla në të gjitha territoret e Maqedonisë, sepse vendi jonë është i mbushur me talente dhe posaçërisht në Çajir gjithmonë ka pasur lojtar të talentuar dhe disa prej tyre do të luajnë për kombëtarën dhe do të sjellin gëzime të reja. Të dashur miq, faleminderit për mundësinë për të bashkuar në këtë inaugurim dhe shpresoj që futbolli të shërbejë për të bashkuar me të dy vendet tona. It's the first time that Barca is organizing an activity in North Macedonia. Sot është një ditë legjendare, sepse Barca për herë të parë po vjen në Maqedoninë e Veriut dhe tashmë planifikojmë të vijmë në vitet në vazhdim. Të gjithë e dinë për rëndësinë që Barca ka dhe forcën që posedon, sepse ka shumë lojtarë që kanë arritur të luajnë në ekipin e parë dhe na kanë sjellur shumë trofe. Tani që kam vëmendjen tuaj, të familjarëve, dua të ndaj me ju disa këshilla që mund të na ndihmojnë ne dhe fëmijëve. Fillimisht, gjithmonë respektoni trajnerët, nëse ju thoni fëmijëve që trajnerët nuk kanë të drejtë, do të ndikoni negativisht në performancën e tyre dhe të tonën. Бидете горди затоа што сте членови и присуствувате на најдобрата фудбалска академија во светот. Të jeni krenar, që jeni pjesë e një kampi sikur ky i Barcelonës dhe jeni pjesëmarrës të klubit më të mirë në botë. Ndjehem krenar që për herë të parë organizata jo qeveritare Sport Camps mundsoj këtë eveniment apo këtë organizim. Neve si organizatë do thotë arritëm të bim Shkup në Çajir, në lagjën tonë, gigantin Barcelona. Kjo është kampi Barcelona, do thotë i kemi trajnerët e specializuar apo specialistët e fushës, cilët do të ndjekim fëmijët tanë, të shohim se sa është kapaciteti i tyre dhe ku shpresojmë që disa fëmijë të ecën më tutje.
Si ka qëndruar interesimi nga fëmijët në vend, mirë po kemi dëgjuar që ka pas interesim edhe nga vendet e ndryshme të Europës. Na tregoni pak më shumë për këtë. Interesimi ka qenë shumë i madh në realitet, edhe neve jemi habit si organizator. Nga ana tjetër nuk duhet të habitemi për shkak se bëhet fjalë në realitet për Barcelona, një klub gjigant që njihet në tërë botën. Numri i interesuarve apo numri i të regjistruarve në këtë kamp është mbi 300. Fakti më interesant është se kemi të interesuar nga vendet europiane, të cilat kanë bërë pagesën dhe janë pjesë e këtij eventi. Arsyet pse ata nga Europa vinë këtu nuk i dim, po kjo tregon se interesimi është tepër i madh për këtë kamp. Atëherë zotërin Dërim, sot fillon kampi i Barcelonës këtu në Shkup. Na tregoni pak për atmosferën që po mbizotron dhe çfarë mund të presin të gjithë të pranishmit, po ashtu fëmijët dhe familjarët që janë sot prezant këtu. Po mirë, besoj që asaj pritjes i erdhi fundi, sot fillon domethënë hapet zyrtarisht kampi i Barcelonës për herë të parë këtu diçka, domethënë një event si ky në Maqedoni është gjë e mirë sepse shumë fëmijë të ri të cilët e kanë ëndër që një ditë të bëhen futbollistë profesionistë, do të marrin pjesë, kemi në kamp më shumë, ndoshta numri është diku në afër 200 fëmijë, e cila domethënë e bën që ky kamp të jetë patjetër që i suksesshëm, po vinë nga gjithë vendet e Maqedonisë. Është hera e parë këtu, ndoshta nuk ka qenë, si ta themi, ndoshta nuk ka qenë shumë opinioni shumë i njoftuar për këtë gjë, shpresoj që do të ketë kampe tjera dhe do të vinë edhe më shumë fëmijë patjetër. Ky kamp do të organizohet për më shumë se 5 ditë. Çfarë do të presin pra të gjithë fëmijët pjesëmarrëse, si do të zhvillohen të gjithë trajnimet e shumta që do të organizohen edhe nga trajnerët e Barcelonës? Po ka, domethënë 7 trajnerë të cilët kanë ardhur nga Akademia e Barcelonës direkt. Ato kanë qenë edhe në Kosovë, në Shqipëri, tani edhe në Maqedoni. Do të stërvitin fëmijët tanë, do ta kenë mundësinë të stërviten çdo ditë, 2 herë në ditë me trajnerët e Barsës edhe me trajnerët të cilët vinë nga Maqedonia, të cilët janë të përzgjedhur te ky kamp. Do të jetë me vërtet një kënaqësi. Futbolli është kënaqësi dhe duhet ta shohim gjithë edhe ta shohim se edhe atë mënyrën se si punohet, domethënë se si janë idetë e trajnerëve të cilët janë edhe jashtë vendit. Si qëndron edhe interesimi për nga gjinia më e butë? Po, të ne pak edhe në Maqedoni, edhe ndoshta do them Shqipëri, në këto vendet edhe në Kosovë nuk është, besoj që duhet të jetë akoma më shumë, shpresoj që të jetë akoma më shumë herave tjera që do të mbahet ky kamp patjetër. Çfarë presni për përfundim nga ky kamp? Mendoni që një talent do të zbulohet dhe do të arrijë në fakt në Akademinë e Barcelonës? Po ajo është çdo herë Barsa i bën këto kampet me ato qëllime që ta gjejnë ndoshta një Yamal tani të ri. Kështu që është çdo herë kënaqësi, them, për fëmijët të cilët kanë mundësi më ardhin për këto lloj evente nëpërmjet për shembull tani siç është Barsa kampi, tregojnë talentin e tyre dhe patjetër që nëse dojnë të bëjnë diçka, unë e them çdo herë duhet të punojnë shumë fort dhe nëse është çdo gjë në rregull, atëherë ajo rruga drejt suksesit patjetër që ju hapet. Shkëlqejnë sytë e fëmijëve të cilët po realizojnë ëndrrën e tyre duke u stërvitur me një ekip profesional akademik siç është ai e Barcelonës. Pranë me kam edhe 2 vëllezër që po bëjnë pjesë në këtë stërvitje që do të mbahet këtu që ka filluar vetëm në stadionin e Shkupit në Çair, ku po realizohet edhe kampi i Barcës. Më thuaj zemër, si quhesh ti dhe sa vjeç je? Arbi Ziberi, 76 vjet. Ti zemër, si quhesh dhe sa vjeç je? Andi Ziberi dhe 9 vjet. Më thuaj, cili është lojtari yt i preferuar nga gjithë bota? Lamine Yamal. Po lojtari yt i preferuar? Yamalli. Çfarë dëshironi me mësu më shumë nga ky kamp që po bën pjesë këto? Fora me të marrme. Po ti? Shuti.
Valmir, tregom sa vjeçar je dhe në cilën skuadër luan dhe sa vite luan futboll? Unë jam Valmir Aziri, jam 13 vjeçar, vim nga fshati Arnaqi, komuna e Sarajt, luaj në skuadrën Saraj Stars. Ëndra ime është të luaj në skuadrën e Barcelonës. Cili pozicion luan? Jam sulmues i djathtë dhe shutoj me të majtën. Tregom cili është lojtari ju i preferuar nga të gjitha skuadrat botërore? Botërore është Lionel Messi. Po nga kombëtarja e Maqedonisë dhe Shqipërisë? Maqedonisë Enis Bardhi, ndërsa kombëtarja e Shqipërisë Jasir Hasani. Çfarë pret prej këtij trajnimi? Çfarë do më shumë të mësosh nga ky trajnim që do të mbahet këtu në Shkup? Dua të mësoj taktikat e kampit, dua të mësoj driblime dhe të argëtohem. A mendon që një ditë do të bësh një yll i madh? Shpresojmë, ëndra ime të bëm një yll botëror. Atëherë më thuaj sa vjeç je dhe si quhesh? Unë jam 10 vjeçar dhe kam ngjyrë snura. Për cilën skuadër bën tifo më së shumti përveç Barcelonës? Unë për vetë mendoj Liverpoolin. Luan futboll? Po luaj. Për cilën skuadër luan? Luaj për Futsal Albionin. Cili është pozicioni jot në fushë? Mesfushor. Cila është dëshira më e madhe që e pret nga futbolli? Që bëhem profesionale të luaj për një ekip të mirë. Kur ke dëgjuar për kampin, si ka qenë emocionet e tua? Ke dashur që më njëherë që të vish të paraqitesh? Mendova se shumë mirë ishte ndërsa të shkoj në unë. Dhe erdhe. Bravo dhe suksese sa më. Bravo. Unë jam Marte Jupi, kam 13 vjetë, vi nga Tërnoci, komuna Bjanocit. Kam filluar të luajtur futboll prej moshës 6 vjeçare në klubin e KF Tërnocit. Pozita ime është sulmues, ëndra ime është që të luaj një ditë për klubin e Barcelonës. Cili është lojtari ju i preferuar? Lamin Yamal. Ai tregom cili është lojtari ju i preferuar nga klubi kombëtarës të Maqedonisë, po edhe ai i Shqipërisë? Bardhi, por i Shqipërisë Bradxhim Qiti. Bravo, suksese. Bashkë me mua kam edhe një 9 vjeçar, Darjan Galevski, i cili ka qenë edhe fitues i kampit në Zagreb, pikërisht të Barcelonës. Tani do ta pyesim se si ka qenë eksperienca e tij dhe çfarë pret nga kampi që tani më është në Shkup. Zdravo. Čisto tako pobedi v Zagreb mi беше srećno i... Ndjenja kur e fitova kupën në Zagreb isha shumë i lumtur. Tashmë 4 vite dhe 9 muaj stërvitem, luaj në ekipin në Forca dhe Crvena Zvezda. Lojtari im i preferuar është Lionel Messi dhe ëndra ime më e madhe është të bëhem më i mirë se Messi dhe të luaj në Barcelonë. Nga ky kamp pres të shoqërohem me të gjithë dhe të marr vëmendjen e trajnerëve. Pranë meje kam edhe 2 vëllezër që do të marrin pjesë në këtë kamp të Barcelonës, ku organizohet që nga sot, nga 10 qershori, fillon organizimi që do të zgjatë më shumë se 6 ditë. Më thuaj, si quhesh dhe sa vjeç je? Unë quhem Anik Rasimi dhe kam 12 vjetë. Po ti? Bajram Rasimi dhe 13 vjetë. Më thuani për cilat skuadra luani dhe cili është pozicioni juaj në fushë? Unë luaj për KF Uskanë dhe gjithashtu jam mbrojtës në të dy anët. Po ti? Edhe unë luaj në KF Uskana dhe jam mesfushor. Më thuani cili është lojtari juaj i preferuar i gjithë kohërave, mirë po më thuani po ashtu edhe të kombëtarës të Maqedonisë dhe Shqipërisë, cili është i preferuar? Në të gjitha kohët gjithashtu dihet Lionel Messi, në kombëtaren e Maqedonisë Enis Bardhi dhe gjithashtu Bajrami në kombëtaren e Shqipërisë. Po ti? Unë për mua Lionel Messi, në skuadrën e Maqedonisë dihet Elmas edhe në skuadrën e Shqipërisë duhet Hasani. Cila është dëshira më e madhe që e prisni nga futbolli? Mendoni që një ditë do të bëheni një yll botëror dhe që do t'ju njeh gjithë bota? Ajo është ideja, ajo është shpresa dhe mundohemi të shkojmë drejt asaj sa më shumë. Punon fort sa orë në ditë stërvitesh? Prej 1 deri në 2 orë. Po ti? Edhe unë prej 1 deri 2 orë dua të jap maksimumi që të mri në niveli më të madh. Për cilën skuadër do të dëshironi që të luanit një ditë përveç Barcelonës? Përveç Barcelonës. Do të dëshiroja të luaja për Milanin. Për Milanin, shumë mirë.
Unë për Liverpoolin. Shumë interesant. Faleminderit Djema dhe ju uroj shumë suksese. Organizatorët shprehin mirënjohje për mbështetjen institucionale dhe angazhimin e të gjithë atyre që e bën të mundur këtë projekt, duke nënvizuar se Barca Camp do të jetë një traditë e re që synon të zgjerohet dhe në të ardhmen dhe të krijojë mundësi të reja për gjeneratat e reja të sportistëve në vend. Ky kamp përfaqëson shumë më tepër se sa vetëm një trajnim futbolli. Ai është një platformë për ëndra, inspirim dhe rritje personale, ku fëmijët mësojnë të besojnë në vetvete, të respektojnë të tjerët dhe të bashkëpunojnë për të arritur qëllimet e përbashkëta.